Kur do t'jetë gati ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat? Kjo ishte pyetja koordinatorit të Frontit Evropian Blerim Bexheti, i cili rikujtoi se kjo qeveri përmes vendimit të gjykatës kushtetuese ka shfuqizuar balancuesin dhe se nuk miratohet ligji. Pasi që u bën mbi 6 muaj që ne deputetët e grupit parlamentar të Frontit Evropian parashtrojmë pyetje çka ndodh me ligjin për përfaqësim drejt dhe adekuat që rrjedh nga amendamenti 5 i Kushtetutës Republikës Maqedonisë Veriut, në cilin muj se u lodhën Izet Mexhiti dhe Arben Fetajt e thënë këtë dy javë, u ka bërë si çështje humori, her këtë tejte, her atejte. Kryeministri Mickoski lexoi një vendim të miratuar nga qeveria LSDM BDI, ku thuhet se balancuesi është tejkaluar dhe se gjykata kushtetuese duhet ta shfuqizojë. Ligji është gati që para 6 muajve, por tani kontrollohej që të mos ndodh përsëri të mos shkojë para gjykatës kushtetuese, tha Mickoski. I mnogo повеќе отколку што вие мислите за албанците, јас мислам за албанците. Затоа што јас времето не го губам како председател на влада, играјќи фудбалчиња и баскет во канцеларијата. Јас можам да ви кажам дека ќе има закон за правична застапеност. Јас лично ќе го изгледам овдека и јас лично ќе го бранам. Кој што ќе биде уставен и ќе гарантира вистинска правична застапеност на сите етнички заедници. Јас гарантирам за правичната застапеност. Еве да знаете и дека никој нема да се почувствува дискриминиран. Bexheti e porositi Mickoskin që të kërkoj falje shqiptarëve për shkak të arrogancës së tij dhe sjelljes së tij ndaj tyre. Mickoski tha se duhet të kërkoj falje, por për faktin se më herët nuk i kanë larguar nga pushteti. Sot a ke guximin dhe kurajon që kërkojsh falje shqiptarëve me gjithë këtë sjellje arogante në cilësinë e kryeministrit. Се извинувам што навистина оваа држава порано не ви испратија во опозиција. Да, се извинувам. Еве се извинувам на албанскиот гласач што порано не ви испратија во опозиција. Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat pritet vendoset në kornizë ligjore për të drejtat të barabarta të komuniteteve etnike në institucionet publike dhe shtetërore. Ky ligj është i nevojshëm pas shfuqizimit të balancuesit.